Andaj asnjë nuk ulëm në ato, unë s'ndjem komode. Ma konservativ dëshiroj të jem, edhe po shifet, e lidhe edhe me dosjen Epstein, është një histori e tij interesante. Do thotë, ka tentuar, më duket, një lider Shqipëri ka qenë Enver Hoxha i pa diplomur, duket edhe ky pa diplomur ka qenë matematik, por karriera e tij, do thotë, është 53, po s'gaboj, i lindun. Ka arritur të infiltrohet me shumë magnat dhe historia e tij lidhet, mund të them, çak edhe me Rothschildet, të cilët janë historikisht edhe Rockefellerët, vjen nga një familje mesme judaike, ka një afinitet të tij i cili me perverzitetin ka arritur të shkaktoj dome nomenklaturave, besoj edhe pak sistemit. Dhe kjo tregon që veprimtaria e tij, e cila ka shokuar botën, nuk është një figurë vetme. Dhe ndërlidhja e tij me figurat të larta, që tash të gjithë po thonë që as nuk e njohum dhe as nuk e pas një farë mënyre kontakte të afërta me ta. Faktet, 3 milion dosje, dokumente, mbi 100.000 foto, pastaj me mija video incisive, po edhe emaile tregojnë që ky njeri ka pas një qëllim. Janë të shtruara 2 momentumet e tij, pa hyrë në detaje, se ka një seri gjatë për shkak periudhë të misionit, nuk mund të gjitha t'i cekmi. Ai ka pas ballafaqime me gjykatë. Ka bërë një marrëveshje, një kontratë në vitin 2008. Ka marrë një dënim të lehtë dhe këtu, po që se mos ishin 2 kolegë juj amerikan, kjo çështje edhe sot e kësaj dite do të ishte e pazgjidhur. Por vdekja e tij enigmatike në 2019 në Burg. Po në Burg ka konspiracionistë që tash thonë që nuk është i vdekur. Unë këtë si marrë reale, flasu me faktet, jo me ato, sepse vetvrasja e tij në Burg apo suicidi, më duket që janë dalë kamerat, jo më duket, po ashtu është, janë dalë kamerat dhe rojat e Burgit i ka zëgjumi. Dhe enigma që ndrë këtu. Një njeri që do thot në kontraverzën e vetë i ka dha botës një marrë që ai si jam kështu një si teologjisë, po një 3800 vite pas e kemi një situatë ku ballafaqohem me vepra të marrëzishme, neveritshme, që besoj po që se nuk ndërhyn ndoshta për me bën një klasifikim departamenti, besoj që do të skuqen shumë figura dhe kjo tëra tregon që kemi një krizë sistemore. Dhe të Bilalli, pse u publikuan tash pra këto dosje? Pra në të një javës kaluar nisi publikimi tyre? Po, shef, mendoj në Amerikë me ardhmën e Trumpit është një luftë e rrëpt mes sovranistëve dhe globalistëve. Ata globalistët edhe magnatët e tyre kanë